Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuhu, të dashur teleshikues, mirë se po takohemi edhe sot kështu në ditën e fundit të dhjetëshit të mesëm, pra nga dita e nesërme, me emër Zotit do të kalojmë në dhjetëshën e fundit të muajit madhëreshëm Ramazan për vitin 2026. Jemi me emisionin ton dhe tuajin lexojmë së bashku, pra lexojmë fjalën Allahut të madhëreshëm, lexojmë Kur'an së bashku. Hoxha mysafir në studio dhe pjesa më e madhe është para parë që t'ju takoj juve që të na lexoni përmes telefonave tuaj. Të dashurit e mi, ne në studio kemi mbri deri faqe 451. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. فكذبوه فإنهم لمحضرون إلا عباد الله المخلصين وتركنا عليه في الآخرين سلام على الياسين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين وإن لوطا لمن المرسلين إذ نجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت وهو مليم فلولا إنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون فنبذناه بالعراء وهو سقيم وأنبتنا عليه شجرة من يقطين وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين فاستفتهم ألربك البنات ولهم البنون أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون ألا إنهم من إفكهم ليقولون ولد الله وإنهم لكاذبون أصطفى البنات على البنين. Të dashurit e mi, ishin këto ajetet prej 127 deri 153 të surës Fatir, që përafërsisht në gjuhën shqipe kanë këto domethënie. Ata quajtën atë gënjeshtar dhe për këtë shkak do të qohen në dënimin e zjarrit. Përveç robërve të sinqertë të Allahut të Madhërisëm, dhe ne i lam atij kujtim të mirë të brezave të mëvonshëm. Paqja qoftë mbi Iljasin. Ja, kështu ne shpërblejmë punë mirët.
Ai ka qenë vërtet njëri nga robërit tanë besimtar. Sigurisht, edhe Luti ka qenë njëri prej të dërguarve. Ne e shpëtuam atë dhe tërë familjen e tij, përveç plakës që mbeti prapa me të dënuarit. Pastaj i zhdukëm të tjerët. Ju që kaloni pranë rënojave të tyre në mëngjes dhe natën, a nuk po mblidhni mendjen? Junusi ka qenë gjithashtu njërin nga të dërguarit e Allahut të Madhërisëm. Ai nxitoi drejt një anije të mbushur plot e përplot dhe hodhi shart me detarët se kush duhej të hidhej dhe humbi. Pastaj atë e gëlltiti një balen se ai kishte bërë diçka të gabuar dhe po të mos ishte nga ata që i lutën Allahut, me siguri do të mbetej në barkun e saj deri në ditën e ringjalljes. Por ne, thot Allahu, e hadhëm atë në një breg të shkret duke qenë i sëmur dhe bëm që si për ti të binte një bim kungulli për t'i bërë hija ti. Pastaj e dërguam atë të 100.000 e më tepër njerëz. Dhe ata i besuan, prandaj u dham jetë të këndshme për një kohë. Pyetje ata, o Muhammed, vallë, për Zotin tënd janë vajzat, ndërsa për vete kanë djemt, apo ne i krijuam engjëjt si femra e ata ishin dëshmitar. Sigurisht që ata shpifin kur thonë Allahu ka lindur fëmijë, ata në të vërtet janë gënjeshtar. Vallë, ai ka parapëlqyer vajzat Zotin ndaj djemve? Ndaj Allahu është i pastër, nuk ka lindur askënd dhe nuk është i lindur nga askush. Të dashurit e mi, këtu përfundojmë pjesën e hoxhës për të lidhur me ju. Tani presim telefonatat tuaja. Presim telefonusin e parë. Alo, kujt i themi? Selam aleikum. Aleikum selam, kush na përshëndet? Sumeja Shika nga Borë i Madh. Sumeja, mirë se erdhe, çka ke përgjedhur sot me lexuar me ne? Surën Kadr. Fillo të lutem. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi laylatil qadr wama adraka ma laylatul qadr. Laylatul qadri khayrun min alf shahr. Tanazzalul malaikatu wa ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Të lumë, Sumeja, Allah të rujtë të shpërblef, faleminderit shumë. Sumeja, telefonusja jonë e rregullt, i dëshirojmë iftar të këndshëm dhe presim që të na telefonon edhe ditët në vazhdim. A bën edhe motra? Patjetër, me shumë kënaqësi. Selam aleikum. Aleikum selam, mirë se erdhe. Me Gjeta. Çka kemi lexuar sot me ne? Kul huwa Allahun. Fillo të lutem. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Lumt, Allah të rujtë të shpërbleft. Faleminderit shumë, ju presim edhe ditëve tjera që të jeni me ne dhe të ndani leximet tuaja me ne. Iftar të këndshëm për ju dhe familjen tuaj. Vazhdojmë kështu të dashurit e mi duke pritur telefonatat tuaja. Shofim kënë kemi në linjë. Alo? Selam aleikum. Aleikum selam. Kush na telefonon? Rajna nga Dragashi. Mirë se erdhe, Rajna. Çka kemi lexuar sot me ne? Surën Tin. Fillo të lutem. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tini waz-zaytun wa turi sinin. وهذا البلد الأمين. Nga regjia mund t'ja ngrit një zërin pak se nuk dëgjohet mjaftueshëm. أحسن التقويم ثم رددناه أسفل سافلين للذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين
أليس الله بأحكم الحاكمين. Të lumt Rajna, faleminderit shumë. Allah të shpërbleft, të presim e ditëve tjera që t'jesh me ne. A mundën edhe vlau? Po me shumë kënaqësi. Selamu alaikum. Assalamu alaikum. Aleikum salam. Qa kemi lexuar sot me ne? Surën Nas. Fillo të lutëm. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udhu bi rabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min sharril waswasil khannas, alladhi yuwaswisu fi sudurin nas, min al-jinnati wan nas. Të lumt Uvejs, Allah të rujtë të shpërblef, faleminderit shumë. Ju presim e ditëve tjera që të jeni me ne. Iftar të këndshëm për ju dhe familjen tuaj. Vazhdojmë kështu për të marrur telefonusin e radhës. Alo, kujt i themi? Selam aleikum. Aleikum salam. Kush na telefonon? Ibrahime. Nga na telefonon? Ka Prishtina. Sa vjeçari je? Tak. Allah të rujtë, mirë se erdhe. Qa kemi lexuar sot me ne? Elhamdulillahi. Fillo të lutëm. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdulillahi Rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Malik yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim waladdallin. Amin. Të lumt Ibrahim, Allah të rujtë. Jam. Po me shumë kënaqësi. Haloja telefonin të lutëm. Selam aleikum. Aleikum salam, emrin të lutëm. Enise. Mirë se erdhe. Mirë u gjeta. Qa kemi lexuar sot me ne? Gjaxha. Fillo të lutëm. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. Ju lumt Enis, faleminderit shumë. Edhe ty dhe Ibrahimit. Ju dëshirojmë iftar të këndshëm bashkë me familjen tuaj dhe ju presim ditëve tjera që të ndani leximet tuaja me ne. Vazhdojmë kështu rrjedhën e emisionit ton duke pritur telefonata tuaja. Të dashurit e mi, kujt i themi alo? Selam aleikum. Aleikum salam. Kush na telefonon? Menali Gadibra. Nga na telefonon? Gadibra Maqedonisë. Mirë se na erdhe. Mirë se u gjeta. Qa ke përzgjedhur sot me lexu me ne? Surën Ajetul Kursinë. Edhe një herë, Ajetul Kursin? Po. Në rregull, fillo të lutëm. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Të lumt, Allah e të rujt, Allah është përblej, faleminderit shumë. A mundet edhe motra? Me shumë kënaqësi. Selamu aleikum. Aleikum selam. Emrin të lutëm? Vlera. Mirë se erdhe. Mirë se u gjeta. Çfarë? Sot kam përgatitur surën Wadduha. Fillo të lutëm. Bismillahirrahmanirrahim. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى
وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يؤتيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فأوى ووجدك ضلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. Faleminderit shumë Vlera, mirë se na erdhët dhe qëndroni dhe me ne dhe me misione tjera, në veçanti ju që ka jeni jashtë kufjeve të Kosovës, ta themi kësisoj. Allah rujt edhe ju shpërbleft, ju presim edhe ditëve tjera që të na telefononi dhe t'jeni me ne. Të dashur të mi, vazhdojmë kështu rrjedhën e misionit ton duke pritur telefonatat tuaja. Alo, kujt i themi? Selam aleikum. Aleikum selam, kush na telefonon? Amar e Gjepi nga Gjilani. Nga Gjilani, mirë se erdha Amar. Mirë se ju. Qa kemi lexuar sot me ne? Kul hu Allahu ehad. Fillo të lutëm. Bismillahirrahmanirrahim. Kul hu Allahu ehad. Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Të lumë të Amar, faleminderit shumë. Allah e të rujtë e shpërbleft. Të presim në ditëve tjera që t'jesh me ne. Amarit me familje dëshirojmë iftar të këndshëm dhe presim telefonatën e radhës. Alo, kujt i themi? Alo. Alo. Selam aleikum. Aleikum selam, kush na telefonon? Selam aleikum. Aleikum selam, jeni drejt për drejt, urdhroni ju lutëm, po dëgjojmë. Emrin, kush na telefonon? Medina Kajtoze. Nga na telefonon? Nga Srekonica. Mirë se erdhe. Mirë se gjeta. Qa ke përzgjedhë sot me lexu me ne? Unë se gjë kom përzgjedhë me thamë surën Mulk, po masi që është shumë e gjatë, kom e thamë shfaqën e parë. Diçka prej faqes parë, sepse kemi telefonus shumë. A bon ashtu? Filloj të lutem. Hajde, bismillah. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahim. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو خسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيها وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. Të lumë Medina, Allah e trujtë e shpërblef, faleminderit shumë, nuk mujtë më të ndërprej këtë lexim kaq të bukur edhe përkundër kohëson të shkurt. Të përgëzoj ty, të përgëzoj prindërit tu, i përgëzoj edhe ata që kanë punu me ty, hoxhën apo mësuesen, për një lexim të shkëlqyeshëm.
Vetëm vazhdo, mashallah, te barakallah, Allah të rujt edhe të shpërbleft. Iftar të këndshëm për ty dhe familjen tënde dhe ata të cilët kanë punu me ty. Të dashurit e mi, bëjmë një shkëputje kështu nga telefonata tuaja për ta prezantuar mysafirin ton të parë për sot. Me mua në studio është një vajzë shumë e bukur që fytyrën e saj kemi po shumë shpes gjatë reklamave të emisionit ton. Aty ka qenë pashami vitin e kaluar, edhe ka emrin? Esma. Esma mbi emrin? Roma. Esma Roma. Sa vjeçare është Esma? 7. 7 vjeçare. Në klasën e? 2. Në klasën e 2, në shkollën? Në shkollën Milhal Gramano. Këtu në Fushë Kosovë, po. Qa ke përzgjedhë sot me lexu me ne, Esma? Surën El-Karja. Filla të lutem. Bismillah. A do ta thush përmendsh me lexim? Përmendsh. Okej. Bismillahirrahmanirrahim. El-Karja. Mal-Karja. وما أدراك ما القارية يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. Mashallah, ke lexuar si me qenë madhe, si me qenë mësuese. E ke pas vështirë me mësu këtë sure? Pak po. Se nuk është në gjuhën shqipe, apo? Po. Ti din edhe sure të tjera? Po. Mashallah. A ka ardhur vështirë, apo të vjen vështirë me vazhdu? Jo. Kur ki ka mgullsi nuk të vjen vështirë, apo? Po. Mashallah. Shumë bukur, se Kuranit ka zbukuru, shumë mirë, mashallah. Bravo, veç vazhdo qashtu. Të dashurit e mi, nga ky lexim kaq i bukur i Esmës, kthehemi tek ju. Presim telefonatën e radhës. Alo, kujt i themi? Si duket? Telefonata dështoj, presim telefonusin e radhës. Alo? Selam aleikum. Aleikum selam, kush na telefonon? Tara nga Suedia. Mirë se erdhe. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدل اليتيم ولا يهد على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. Lumë Tara, Allah e të rujtë e shpërblef, faleminderit shumë. Po, pa tjetër. Selamu alaikum. Lejum selam, emrin të lutëm? Reina. Reina, mirë se erdhe. Si përshka Ramazanin Suedi? Mirë. Ka atmosferë në përgjamiat Suedis? Pë. Apo mëni me shku me familje? Pë. Jo lumë të Reina, qa kemi lexu sot me ne? Kul Allahun. Fillo të lutëm. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Lumë, mashallah, faleminderit shumë. Ju presim edhe ditëve tjera që të na telefononi dhe të na sillni kësi atmosfere. Selam aleikum. Aleikum selam, iftar të këndshëm. Presim telefonatën e radhës. Alo, kujt i themi? Alo. Alo. Kush na telefonon? Rumejsa. Rumesa nga na telefonon? Prizani. Qa kemi lexu Rumesa me neve sot? Kuvallaun. Fillo të lutëm. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Lumë të Rumesa, faleminderit shumë. Allah të rujtë e shpërbleft, të presim me ditëve tjera që të na telefonash edhe të lexosh bashkë me ne.
Iftar të këndshëm për Umejsen dhe familjen e saj dhe gjithë ata që na përcjellin përmes Radio Kriterias dhe përmes PIS TV-s në Prizren dhe rrethin. Vazhdojmë kështu me telefonatën e radhës. Alo, kujt I themi? Selam aleikum. Aleikum selam. Kush na telefonon? Aida. Nga na telefonon? Fatibra. Mirë se erdhe. Qa keme lexu sot me ne? Aha? Drizani. Fillo të lutëm. Fillo të lutëm. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Të lumë të Ajla, sa vjeqare je? 5. 5 vjeqare. Allah e Është të Aida. Aida? Aida, po. Po se su dëgjej ke mirë. Faleminderit shumë, Allah I rujtë dhe ishë për bleft. Amin. Presim e ditëve tjera. Ka me lexu dikush tjetër? Jo. Ka dikush tjetër? Okej, faleminderit. Iftar të këndshëm, ju presim e ditëve tjera. Vazhdojmë të dashurit e mi kështu. Presim telefonusin e radhës. Alo, kujt I themi? Selam aleikum. Aleikum selam wa rahmatullah. Kush na telefonon? Amori. Amar nga na telefonon? Nga Ferizoj. Mirë se erdhe Amar. Qa kemi lexu sot me ne? Kulivallahun. Fillo të lutëm. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kulivallahun ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Të lumë, të faleminderit shumë, Allah të rujtë për bleft, të presim e ditëve tjera. Iftar të këndshëm. Faleminderit. Faleminderit e për juve që na telefonuat, vazhdojmë tutje të dashurit e mi. Marim telefonatën e radhës. Alo, kujt I themi? Alo, kujt I themi? Selamun aleikum. Aleikum selam. Kush na telefonon? Edjan Miftari. Nga na telefonon? Nga Shkupi. Mirë se erdhe. Merse Gjeta, faleminderit shumë. Sa vjeçar je? 5. Allah të rujtë të ritme të mirat e ti. Qa kemi lexu sot me ne? Surën Wadduha. Mashallah, e din të surën Wadduha? Po. Të lumë, të fillat të lutëm. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal-layli idha saja. ما وعدك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يؤتيك ربك فترضى لم نجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. Lumë të Dian, faleminderit shumë, Allah e të rritë me të prindër edhe me të mirat e ti. I presim edhe ditëve tjera që të na telefononi dhe të lexoni bashkë me ne. Vazhdojmë marrim telefonatën e radhës. Alo, kujt I themi? Assalamu alaikum. Aleikum salam, kush na telefonon? Turisina Zanuni nga Prishtina. Mirë se erdhe. Qa kemi lexu sot me ne? Surën Al-Alaq. Diçka prej surës Alaq. Hajde fillo të lutem. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى إلا ربك الرجى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى. Allah shpërblet, faleminderit shumë, mjafton, shumë faleminderit, Allah të rujt, mjafton, shumë faleminderit. Ka dikush tjetër që dëshiron
me thonë diçka prej familjes suaj? Nëse jo, vazhdojmë atëherë duke ju dëshiruar iftar të këndshëm dhe duke pritur telefonatat tona. Selam aleikum. Aleikum, selam, kush na telefonon? Kalterina. Kaltrina, mirë se erdhe. Nga na telefonon? Mirë se ju gjeta. Nga Lipjane. Qa kemi lexuar sot me ne? Kullu Allahun. Fillo të lutem. Eudhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu Allahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad. Lam yakun lahu kufuwan ahad. Mashallah, Kaltrina, të lumt, Allah e të rujtet shpërbleft. Të presim edhe ditëve tjera, Kaltrina. Faleminderit. Iftar të këndshëm, vazhdojmë marrim telefonatën e radhës. Alo, kujt i themi? Alo? Alo. Salamu alaikum. Alaikum salam. Kush na telefonon? Umejri. Mirë se erdhe, por para se të vazhdojmë bisedën të lutëm, ndalja zërin televizorit, sepse kemi të pamundur për të vazhduar diskutimin dhe bashkëbisedimin. Okay. Alo, më dëgjon? Po, Qa ke përzgjedhur sot me lexu me ne? ja tajnokën. Fillo të lutëm. Ja tajnokër kufer, isari rabike, wanar, ine, shanike, evel, ekter, Allahu ekber. Faleminderit, Allah e të rujtet shpërbleft, të lumt, faleminderit shumë. Iftar të këndshëm për ju dhe familjen tuaj. Të dashurit e mi, tani është koha të bëjmë një shkëputje të dytë nga telefonatat tuaja për të prezantuar mysafirin ton të dytë sot këtu në studio. Bashkë me mu një bukuroshe tjetër që ka emrin? Hyra, mbi emrin? Fazliu. Nga na vjen Hyra? Nga Fushë Kosova. Nga Fushë Kosova. Sa vjeçare je Hyra? 8. 8 vjeçare. Në cilën klasë? Në 3. Në klasë të 3. Të lumt. Farë nxënëse e mirë, sigurisht, edhe sjelljet e mira dhe notat e mira. Me Kur'an çka ka punë të Hyra? Mirë, ama edhe pak unë vynë më ushtru me lexu ma mirë. Bravo, të lumt. Çka ke përzgjedhur sot me lexu këtu në studio? Kullu Allahun. Kullu Allah. E di përmendsh. Filla të lutem. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu Allahu ahad. Allah samed. ولم يولد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Lem yelid, wa lem yulad, wa lem yakun lahu kufuwan ahad. Të lumt, faleminderit shumë, Allah shpërbleft. Amen. Të dashurit e mi, nga Hyra kthehemi tek ju. Presim telefonatën e radhës. Alo, kujt i themi? Përshëndetje. Përshëndetje, kush na përshëndet? Elifi. Elif, mirë se na erdhe. Mirë se ju gjeta. Nga na telefonon Elifi? Nga Prishtina. Qa ke përzgjedhur sot me lexu me ne? Kam surën Fatia. Fillo të lutem. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alayhim ghayril maghdubi alayhim walad. Amen. Të lumt, Elif, faleminderit shumë. Iftar të këndshëm për ju dhe familjen tuaj. Të presim edhe ditëve tjera që të na telefonosh. Faleminderit. Miru pofshim. Miru pofshim, faleminderit edhe miru dëgjofshim. Presim telefonatën e radhës. Alo, kujt i themi? Selamu alaikum. Alo. Aleikum selam. Kush na telefonon? Darje Gjofa. Edhe njëherë? Darje Gjofa nga Prishtina. Mirë se erdhe. Qa kemi lexuar sot me ne? Surën Ino Tajno. Fillo të lutem. Ino Tajno kel kevser pesoni robbike wanha Inan shanjaka wala abtar.
Mashallah, Allah të rujtë, Allah shpërblet, faleminderit shumë. Të presim edhe ditëve tjera. Iftar të këndshëm. Vazhdojmë me telefonatën e radhës. Alo, kujt i themi? Alo? Halo? Selamu alaikum. Aleikum selam. Kush na telefonon? Andike. Nga na telefonon? Da Austria. O, mashallah, mirë se erdhe. Tani shpërndajemi qkip në Kosovë, në Macedoni, në Suedi, në Austri, pra valët e televizionit ton kanë bri në për 4 anët e botës dhe kjo është e mrekullueshme. Çka kemi lexuar sot me ne? Elhamdulillahin. Fillo të lutem. E'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Malik yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Të lumë tani, ka sa vjeqare je? 5. Allah të rujt dhe të rrit me prindër dhe me të mirat e ti. Faleminderit shumë. Iftar të këndshëm për ju dhe familjen. One jam djol. A? Anik. Apo? Mashallah, faleminderit shumë. Iftar të këndshëm për ju dhe familjen tuaj. Vazhdojmë me telefonatën tjetër. Alo, kujt i themi? Selam aleikum. Aleikum selam. Kush na telefonon? Ajla. Nga na telefonon Ajla? Nga Dragashi. Qa kemi lexuar sot me ne? A mundi 5 rreshta të surja Nebe. Fillo të lutem. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun anin naba'il azim alladhi hum فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض Damihada. Faleminderit shumë Ajla, Allah të rujtë e shpërbleft. Vazhdo kështu, lexo, mëso, krahas leximit merr edhe një lexues dëgjeje të Kur'anit. Unë ju propozoj gjithve husarin që të jetë shoqëruesi i juaj, krahas leximit të keni në aspektin e dëgjimit edhe një hoqë në këtë rast husarin, edhe për një kohë shumë shkurt, do të avëresh se leximi yt ka avancu shumë mirë. Jemi krejt ka fundit të dashurit e mi, presim telefonatën e radhës. Alo, kujt i themi? Selam aleikum. Aleikum, selam, kush na telefonon? Dhurata nga Mitrovica. Mirë se erdhe Dhurata, qa do të na dhurash sot? Si lexim për këtë emisionin tonë? Elhamdulillahi. Fillo të lutem. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alayhim. Ghayril maghdubi alayhim waladdallin. Amin. Të lumë Dhurat, Allah e të rujtë, Allah të shpërbleft, faleminderit shumë. Hoxha, minut edhe mutra jam. Me shumë kënaqësi. Kaloja telefonin të lutem. Alo? Përshëndetje.
Elhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Malik Yawmiddin, Iyyaka na'budu إياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Mashallah, emrin të lutem? Dëshira Hoxha. Mashallah, dëshira Allah të rujt edhe të rrit me të mirat e ti, me prindër me gjithë. Iftar të këndshëm për juve. Faleminderit që na telefonuat dhe ju presim edhe ditëve të tjera. Vazhdojmë marrëm telefonatën e radhës. Alo, kujt I themi? Inarës Krasniqe. Mirë se erdhe. Musa Judita. Qa kemi lexuar sot me ne? Sot kam përgjigjë të them surën El-Fatiha. Allah të lutem. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Malik Yawmiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Të lumt, Allah të rujt, Allah shpërbleft, të presim në ditëve tjera. Iftar të këndshëm. Selamu alaikum për juve dhe familjen tuaj. Faleminderit. Shohim kemi në linjë. Alo? Selamu alaikum. Aleikum salam, emrin të lutem? Melek Hajradine. Mirë se erdhe. Nga na telefonon? Nga Prishtina. Qa kemi lexuar sot me ne? Surën Naz. Allah të lutem. Bismillahirrahmanirrahim. Kul a'udhu bi rabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min sharril waswasil hannas, alladhi yufis fi sudurin nas, min al-jinnati wan nas. Min al-jinnati wan nas. Bravo të lutem. Faleminderit shumë. Krahas leximit dëgjone edhe një hoxh. Çto gabimet ka pak I përmisoni me çato. Të lumt. Allah të rujt e shpërblej. Faleminderit shumë. Iftar të këndshëm. Vazhdojmë kështu, marrëm telefonatën e radhës. Nuk e di nëse kemi telefonatën e fundit apo vazhdojmë. Alo, kush na telefonon? Alo. Selam. Aleikum salam. Mirë se erdhe, por para se të vazhdojmë të diskutojmë, nalja zërin televizorit sepse kemi të pamundur ta zhvillojmë telefonatën. Ose dil në një dhomë ku nuk ka televizor. Okej. Ali, si shkoj dita sot? Mirë. Qa ke përgjedh sot me lexu me ne? Ha? Qa po do me lexu sot? Atahiyatul. Fillo të lutem. التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Të lumt Ale, Allah të rujt, faleminderit shumë. Vazhdo mëso sure tjera, mëso dua të tjera dhe na merr në telefon ditët në vazhdim. Kanë bërë dikun prafërsisht edhe 10 ditë ose 9 edhe na trego se çfarë ke mësuar gjatë, sidomos tani po hym në 10-shën e fundit që është më e vlefshmja gjatë tërë vitit. Na tregoni se çfarë keni mësuar. Të dashur të mi, Aliu, ishte telefonata e fundit për sot. I dëshirojmë iftar të këndshëm atij dhe familjes së tij. Të dashurit e mi, ishte kjo e tëra për sot. Nga unë që Malsopi, ju dëshiroj iftar të këndshëm, agjerim të pranuar, takohemi bashkë inshallah nesër me mysafirt e radhës. Deri atëherë, ju lëm në amanet Allahut të madhërisëm. Selamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuhu.